Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vim me një recetë tjetër e cila është amareta për festat e fundvitit. Siç përgatisim ëmbëlsira të ndryshme si baklava, kadaif, trileçe, trigona dhe shumë gjëra të tjera. Ashtu përgatisim edhe amareta të ndryshme. Unë sot kam ardhur me një recetë e cila është shumë e thjeshtë po dhe shumë e mirë. Fillojmë ta përgatisim, vemi tek këndi i gatimit për të përgatitur recetën. I kemi marrë arat, të cilët këtë recetë do ta bëjmë me ara, me rushë të thatë dhe me lëngun e portokallës. Këto janë e veçanta e kësaj recete. Vendosim gjalpin në enën. Gjalpin duhet ta kemi gjalp ambienti, sepse na punoj edhe shumë kollaj. Do ta punojmë pak, derisa gjalpi të shpërbëhet, se unë e kam prerë në copa, të bëhet një masë e njëjtë, po për pak sekonda do ta punojmë, jo shumë. Do të vendosim tani sheqerin, ku do të rajmë me gjalpin mirë derisa gjalpi të na marrë një ngjyrë të bardhë. Faktikisht unë e kam punuar gati te 2 minutash me makineri. Rëndësi ka që sheqeri të tretet në masën e gjalpit. Kjo është e rëndësishme. Mund mos marrë dhe ngjyrën e bardhë, këtë e bën makineria sepse rrihet më shpejt. Do të vendosim një kokër vezë ambienti. E punojmë sa na bëhet prapë një masë e njëjtë, veza të bashkohet shumë mirë me gjalpin dhe me sheqerin. Sheqeri ka shkrirë pothuajse. E kemi rahur, vendosim lëngun e portokallës. Dhe këtë do rajmë shumë pak, thjesht sa të bëja të përzierjen e lehtë. Do të vendosim mielin semola, është miell shumë i mirë, brumin e bën shumë të mirë, dhe mielin 00, çfarë do lloj mielli që të keni, nuk është e thënë. Do të vendosim pak krip, sa të kapin ato mollsat e gishtave, sodën e bukës, lëkurën e portokallës, unë i kam edhe shumë e kisha në frigorifer, kur kam bërë liko, edhe një paketë për kullim. Kanell, vajin e ullirit, i shkon shumë për shtatë kësaj recete, i bën shumë të buta dhe amaretat. Do t'i përzijemi të gjitha bashkë derisa të përfitojmë një masë brumi goxha të butë. E heqim të pjesën që është rase vezër, do të vendosim pjesën që ere brumin, do t'a punojmë pak fare sa të mbledhja të brumit që ka bërë, e shohim, brumin është bërë super i butë, tamam për amareta, dhe ne do të vendosim arat e grira dhe rushin e thatë. Do t'i përzjejmë derisa brumi duhet të marrë arat dhe rushin e thatë, të bëhet njësh me brumin. Kaq, mjafton. Do i marrim tani, ja siç e shihni, edhe amaretat mbledhen kollaj. Brumi ka dalë shumë i mirë. Do heqim nga makineria dhe do fillojmë të bëjmë amaretat. E vendosim tek banaku ku dhe do e punojmë. Do të lyejmë pak pllumat e duarve me vajin e ullirit, sepse dhe ajo brumi del në kollaj, punohet në kollaj, ato topthat bëhen shumë mirë. Ju mund t'i jepni çfarë do lloj forme të dëshironi amaretave, por mua më pëlqejnë në këtë formë. Mundoni që t'i bëni kokrat e amaretave të brumit, t'i bëni të njëjta. Duket shumë, po këto do fryen shumë, do bëhen më të mëdha amaretat, sepse unë këtë recetë e kam përgatitur dhe gati 15 ditë më përpara më kam pëlqyer dhe thash do ta bëj, do ta pasqyroj në video, t'ju ja tregoj dhe anvisave të reja dhe kujdo që e pëlqen këtë recetë. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. I përfunduam, tani do t'i vendosim në tavë dhe do t'i pjekim në temperaturë 180 gradë në furrë të parangrohur për 25 deri në 30 minuta. Vetëm kujdes sepse furrat nuk janë njësoj. Kontrollojeni në çdo 5 minuta, 10 minuta, sa mos ju merren. E vendosim në furrë. Ja ku i kemi amaretat e përfunduara, na janë bërë super,
i shofim, janë të forta, po do zbuten me kalimin e ditëve, ato zbuten, do më shikoni me orbinës, jo me ditë. Ja ku i kemi, ju bëfës të mirë, dhe pun të mbarë në qofë se do t'i bëni. E shofim një amaret, se si na është pjekur brënda, shifeni, na ka dalë super. Ka kulluar brumi, arat, rushi thatë, portokallia, kanela, kanë bërë atë shien e vetë. Provojeni dhe do ngelin të kënaqur. Faleminderit që më ndiqni dhe miru takofshim në videot e radhës. Më lini një mesazh push videos.